sa është e rëndësishme me mësu me marrë vendime kur jemi në gjendje emocionale ekstreme, edhe a mendoni që shumë prej rasteve që po ndodhin sot, qoftë për leshje, qoftë ngacmime, qoftë therrjet me thika të adoleshentët, dhuna ose vetë vrasja si të kriturit, si tek adoleshentët, janë pasojë e një dhimbje të thellë që janë grumbulluar me kohë apo janë gjendje emocionale e rastit, edhe sidomos do me thonë për këto rastet aktuale që po ndodhin në Kosovë, dhe nëse kishe mujt pak me na tregu qysh njesh ti si psikolog kur i ndëgjon këto raste tilla. Tash në fillim para se me tregu, normal unë si psikolog fillimisht kur na dëgjojnë këto rastet, edhe në përgjithësi për rastet që na e shohim, e dim që nuk është një gjendje e mirë që na po përjetojna, po është rezultat i traumave të bortna gjenerat mas gjenerata, dhe gjanave që janë akumulu qysh prej para së tërgjyshve të mi. Dhe tashmë na po zhvillojmë një jetë në cilën është zhvillu teknologjia qaç shumë dhe na kjo ban që na mos me konë që kjo jetë qaç e përshtatshme për neve, sepse bota në përgjithësi është bën pak më e pasigurt për neve, na nuk po nihim siguri. Edhe siguria është çështje kryesore për me pas mirëqenie të mirë psikologjike në përgjithësi. Por në ato që na i përmenet ju për shembull dhe impulsat, agresivitetin, padrejtësitë që zhvillojnë njerëzit, ose qysh njerëzit munden me bën sjellje qaq arrogante sa që me i bë dëm dikujna, dhe fatkeqësisht prej atij dëmit njerëz me humbë dhe jetën e tyre, pse njerëz mundet me bë këto gjëra. Përgjithsisht na i kemi tri energji psikologjike, qysh i kemi energjinë mekanike, fizike dhe na ushqehemi për me pas energji, flajna për me pas energji, edhe njëkohësisht që ashtu e kemi edhe energjitë psikologjike. Energjitë psikologjike i ndajmë në tri kategori. Kategoria e parë është, na i thojnë atë teoria e Freudit, instinkteve, ose është ide, është superegoja edhe është egoja. Dhe në këtë rast kur flasmi për iden, ide është pjesa më e madhe, për shembull ki parasysh një iceberg, një akull mbrana ujë. Edhe pjesa më e madhe mi akull është pjesa më e vogël e komplet akullit, e cila në realitet kur nuk futet mbrana ujit, kurse pjesa më e madhe e akullit është mbrana ujit. Dhe është një pjesë e cila dhe futet mbrana ujë dhe del jashtë ujit. Që pjesa e madhe është ide, janë instinktet tona, është pjesa jone pavetdijshme, pavullnetshme, janë mekanizmat tonë mbrojtës. Dhe si rezultat që këta janë të pavetdijshëm, në realitet i vjen që janë edhe të pakontrolluar. Për shembull, instinktivisht nëse unë marr një laps edhe përpiqna me të godit, pa e menu, ti fare ti mundosh vetëm u mbrojt prej tina. Që i vjen që kjo është rezultati i mekanizmave mbrojtëse që po vjen prej idit. Po në anën tjetër është superegoja, ajo e cila do të më kontrollu çdo impulsa. Edhe njerëzit nuk kanë një superego të fortë, i bën që ata nënshtrohen shpesh instinkteve të veta, të pavullnetshme, të padëshirueshme, edhe shpesh ndoshta edhe patologjike. Kështu që kur na kemi një superego të fortë, ajo është në realitet ai polici jon. Për shembull, përderisa idi thot, un po du me bën çetsan, po ma kana me bën çetsan, un kisha dashur me bën çto gjëra, superego në anën tjetër thot jo, nuk ban me bë, që nuk lejohet, ti mundesh me bë kesh dikujna. Është çaja kultura të mirësjelljet që na kanë mësuar në realitet prindrit tonë. Dhe kështu që egoja e jon është sandwich, është pjesë e të dyja. Ajo është në vazhdimsi në flak për këtyne dyja. Prej kërkesave që i ka idi shpesh të pakontrollume, dhe që janë patologjike dhe që shpesh nuk janë të kuptueshme, dhe pi superegos i cila din me kanë ai polici i rrept dhe asnjëherë mos me të lanë ashta edhe më kënaq. Kështu që nëse na i prim tash impulsat tonë që të vinë prej idit, për të pavetdijshmes tonë, për të pakontrollues tonë, atëherë sigurisht që na kena më nënshtru komplet dhe kena më bë dhunus, kena më bë njerëz të këqij edhe plot gjëra të tjera. Sepse për shembull në krizë është familjet tona, arsyeja pse janë krizë familjet tona është sepse dhuna brenda familjes tonë ka gjenerat mas gjenerat, po është në rritje dhe tash ajo ka dalë. Dhe fëmijët që janë rrit mbrana për mbrana një dhune, qoftë fizike, qoftë në asaj dhunës verbale, i bën që ata kanë përjetu do ndjenja të këqija në ato momente. Mi po përderisa kanë pa mamin edhe babin që ata po zgjedhin problemet e tyre, hallat e tyre përmes zhurmave dhe përmes rrahjeve të gjujt njëri tjetrin me çka do që u qëllon, atë në njëjtën mënyrë edhe fëmijët pastaj kanë me menu që në çet mënyrë do të mi zgjedh problemet. Që i bën që këto sjellje të këqija
janë sjelljet cilat në realitet mësohen. Prandaj shpesh gjykohemi na si psikolog kur na thojmë dhuna nuk guxon asnjë moment dhe në asnjë mënyrë më u përdor. Për faktin sepse njerëz pastaj mësohen me dhunë dhe kështu që kur ti mësohesh me dhunë ai bëhet një farë ushqimi në jetën tonë të përditshme. Dhe përderisa është ushqim ti s'mundesh me najt pa ushqy. Kjo i bën që na do të pra me punu me veten tonë, me punu me qëtë shoqëri, sepse edhe në realitet edhe njerëzit cilët nënshtrohen të pavetëdijshme tyne dhe krijojnë dhunë mbrana familjes ose kanë shfaq një problematik në përgjithësi, janë persona që kanë një vujtje mbrana vetës vetë, cilën nuk e kanë përpunu. Edhe përderisa nuk e kanë përpunu, aja e ban presionin tepër të madh mbrana për mu shfaq tutje jashtë. Kështu që ata dinë me kon agresiv pastaj, dinë me kon agresiv ndoshta edhe veç aspektin verbal tyne, ose me ban gjana cilat në realitet njerëzit normal ose në përgjithësi shoqëria nuk i konsideran, sepse janë gjana cilat nuk është dashur qeniet humane në realitet me i vepru.